Kryeministri Edi Rama, një herësh kryetari i Partisë Socialiste, zhvilloi një takim elektoral në Memaliaj. Gjatë takimit, Rama tha se në Memaliaj tashmë ka një numër të lartë investimesh, kryesisht në turizëm. Rama i cilësoi zgjedhjet e 11 majit si një moment historik për vendin. Rama u bëri thirrje socialistëve që të ftojnë sa më shumë demokratë që të votojnë për Partinë Socialiste, pasi vota për Partinë Socialiste është për të ardhmen dhe jo këneta e bufit. Zgjedhja e 11 majit, motra dhe vëllezër, është një zgjedhje shumë e qartë. Është një zgjedhje mes interesit të një populli të tërë dhe hallit të një njeriu të vetëm. Është një zgjedhje mes të mirës së përbashkët të shqiptarëve pa dallim, socialist apo demokrat, majtas apo djathtas, dhe interesit të një shtëpie të vetme. Është një zgjedhje mes Shqipërisë me BE-n në Europë apo Shqipërisë me bufin e kënetës prap në grop. Unë e di shumë mirë që në këtë zonë nuk ka nevojë për shumë fjalime, se juve gëdhiheni me politikë, ngryseni në politikë. Unë e di shumë mirë se në këtë zonë nuk ka nevojë as të hap gojën ai që vjen për të kërkuar mbështetje, që ju në ndërkohë t'ja keni lexuar të tëra mendimet, sepse ju e ndiqni për ditë jetën politike të këtij vendi, e keni pasur gjithnjë. Dhe nuk dua të bëj një fjalim të gjatë tu, por dua t'ju them shumë thjesht që ktheheni pak kokën pas, edhe mbyllni sytë dhe shikoni se ku ishte Tepelena, ku ishte Memaliaj, ku ishte qarku Gjirokastrës, kur ne morëm detyrën fal besimit dhe mbështetjes tuaj. Dhe në 11 maj, motra dhe vëllezër, na ka ardhur neve. Fati e ka dashur që na vi neve shqiptarëve dhe shqiptarëve të kësaj kohe. Mundësia që të bëjmë historisë bashku dhe të përmbyllim një kalvar të gjatë që fillon nga shumë larg, nga koha kur Gjergj Kastrioti, profeti i historisë tonë kombëtare, na e përcaktoi se nga duhet të shikonim nga Europa, jo nga Azia, dhe pastaj breza pas breza, shekuj pas shekuj, se kthyen atë profeci në një amanet ku na infrashi shkroi për ne shqiptarët dielli lind andej nga Perëndon, dhe ku pastaj të tërë më pas ata që luftuan për Shqipërinë menduan ditët kur më në fund fëmijët e Shqipërisë do të ishin qytetarë të Europës. Sot do në dorë ky fat. Që ta vendosim ne flamurin kuqezi në oborrin e Bashkimit Evropian. Prandaj në 11 maj nuk është një zgjedhje midis kush bën më mirë rrugë e kush bën më mirë ujësjellsa. Kush bën më mirë këtë e kush bën më mirë atë. Nuk është një zgjedhje midis kush i rrit vërtet paga dhe kush bën sigur i rrit etj. Se këto të gjitha dihen dhe dihet që këto i bëjmë vetëm ne. Dihet që ekonominë e këtij vendi e kthyem në drejtimin e dur vetëm ne. Dihet që edhe drejtësinë në këtë vend e sollëm si frym dhe do ta vulosim si ligje, si zakon vetëm ne. Këto dihen. Por ajo që është përtej këtyre dhe që bën votimin e 11 majit, jo një zgjedhje e zakonshme politike, por një vendim historik popullor, është se në 11 maj me mbështetjen e shqiptarëve ne duhet përcaktojmë që nga zgjedhjet del një fuqi që ka mbështetje përtej partive,
për të mbyllur negociatat e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.